Ky emision mundësohet nga Përshëndetje. Si e? Mirë, faleminderit. Si je? Mirë, si duket të tova? Fantazi. Si është në krahasim me kinën? Shumë më përpara. Si shkon puna atje në kinë? Mirë atje. Kretë mirat. Atje. Tash me studimet gati se i mbarova. Okej. Vazhdoj me punë, fokusin më të madh. E kam nga puna. Ju këto, thini. Mirë, që sot fatmirësisht kemi diell. Edhe unë e kam prit thujse 2 muaj të kemë në emision, shkaku se më intereson tregimi që është special në krahasim me ato që kanë qenë këtu, se nuk kemi pas përvojë kineze në emision, edhe më pëlqen shumë të foli për mënyrën se si e sheh një shqiptar të tove Kina. Edhe tregom njerë u bënë ti famshëm në TikTok. Sot ku je? Çka ndodhen me ti? Tash, arsyeja e hapjes TikTokut ishte që t'i tregoj më shumë njerëzve që nëse tonë të marrin produkte nga Kina, Okej. e ka njërin të sigurt, njërin nga Tetova, një shoku, një vllaun e tyre atje, por ama interesim shumë të ma. Videoja e parë që e postova dhe mbylla telefonin atje dhe dallimi orës. Kin të nesërmen çka shoh 37.000 views. Okej. Shikime. Pas asaj vazhdova me postime, ajo nga 30.000, 300.000, gati se 3 milion, edhe ashtu me radhë vazhdu. Do vëllon ti e ke shfrytzu një medium që është gratis për të bërë biznes. Mund të themi, po gratis në atë aspekt e kam dhënë mundin, Po. kreativitetin, e se e kam da ko prej punës, prej shkollimit, që të baj video të tilla. Shumë mirë, më pëlqen shumë mënyra se qasja se si ke bo videot, edhe pse në fillim ke qenë, në vëllon, tash je një farë profesionisti për video, content creator. Si është Kina, në vëllon, si jetohet atje, a bën të më tregosh? Tash të jap një shembull nga ana e kundërt, kinezët si e pan këtë vend, Okej. dhe i kronë këtu për do disa punë, thanë, mirë betha, kush punon të ju? Si betha shkosh, po tha kafet full, rrugët full. Në orët punës, gjithë kun ka njerëz, edi shumë relaks. Edhe njëri nga atyre tha, unë tha 40 e sa vjetë punoj, tha është pushimi imi i parë, një abor, që e kam bë. Okej. Se së pari shkom në shtet tjetër, pra ti bënëm transfer në Maqedoni, u çuditën ato. A s'kan pushim ato? Një herë në vjetë edhe atë pushim punojnë, po jo zyrtarisht, do me tharë. Okej. Si më pullet telefon, edhe shkojnë takohet me familjar. Shto relax, do me tharë. Si ne jo. Shkputen për punës jo. Okej. Njerëzit si janë atje, edhe si, a është e me të vërtet komunizëm? A duket komunizmin në rrugë, në qytet, ti a nje? Veçanërisht është kjo punë, sa atje nuk bëjnë kështu peqi, njerëzit nuk miren me Me politik. politikat e Shtet. përditshme. Okej. Edhe këto janë, edhe puna i është të bëj punën time në mënyrë më të mirë. Okej. Edhe që këtë mënyrë vendi ecën përpara. Kurse të ne, atje komunizëm çka atje nuk ka komunizëm. Okej. Komunizmi e ndë ekziston këtu, po jo atje. Të dhe tha këtu e ndë njerëzit unë ka pa frigojnë prej policisë. Kër e shofi njerëzit policët frigojnë. Edi unë flasë sinqerisht. Po. Atje ne kur shofim policë asë nuk e vërit. Edhe unë nuk unë tregu kinezve, thash të ne ndë ka njerëz që kur vozitin me zore shofim policin frigojnë. Okej. Edi shka temat edhe. Po, polici, ta krejt rrinë drejt. Shka është edhe i njera ma këtu. Do më thonë atje e kanë qasjen edukuse policia, mbi të gjitha. Shif, shokët që i kam njoftu atje, gati se 10 vite jetojnë atje. Sa erdha këto e mora, vesh sistemi se jasën, dusha thatë bëhe politë. Okej. Thash është puna më relax. Nuk ka krim, nuk ka vjedhje, nuk ka për lajtme, kur gja nuk ka. Dhe thëmë atje është njëjtë, sigur të ne Safe City. Po. Edhe policët vetëm rritë. Një më çdo gjë je në Gollë, çdo me. Sa më edhe ato vetëm rritë, s'kan kur gja për të. Tregom,
Te jeta hinë edhe çmimet edhe mënyra se si paguhet. Tregon qirajat si janë për ju të jashtëmit. Tregon rryma sa paguhet. Se diskutimin që e patëm në kafe unë u habita mënyrën se si paguhet atje. To tregonin, këto detaje që ta prekin të të varët shqiptarët e Maqedonisë, ta prekin realitetin e Kinës nëpërmjet një shqiptari. Se mos shkojnë atje? Dhe kështu, tash e ndrova banesën edhe erdha këtu, po para asaj të banesa, fatura elektrike, muju rrelës, po e rrymës, ishte diku të 3 euro, tipik të 3 Në muj? muj. Okej, kam banes 85 metër katror, 3 euro rrë. Unë kur i kam tregu edhe këtu shokëve, s'unë e besojshin e të hapa. Edhe unë se në besoj. Pa me ardhë atje? So, okej. Okej. Tash shërbime tjera, do me thënë një çmimi veturës, nëse nuk e marrish elektrike, fillon nga 5.000 apo 6.000 euro. Do me thënë ta marrish... Do thjesht manual ose automatik? Jo, nuk ka manual. Krejt automatik. Automatik janë edhe me full paket tash, kur erdhën këto tonet atje, plusën e ka navigacion. Navigacion është normal. është pagu, po atje është vetëm një ikon në ekranin që e ka. Okej. Nëse marrish elektrike, fillojnë veturat e vogla, fillojnë nga 7.000 euro, diçka të mirë, një Jeep të marrish të mirë, nga 13.000 euro. Okej. Edhe tash e kemi fillu këtë eksportin për në Shqipëri, shpresoj se shpejti edhe në Maqedoni do kemi vetura elektrike. Nëpërmjet te. Patjetër. Më dhëmë profesioni jot është middleman. Ndërmjetësues. Mund të themi edhe ashtu. Po. Okej. Edhe tash shkojmë te ajo pjesa e biznesit, se jetën e tregove. Çka ofron ti për ndërmarrësit, për biznesmenat e Maqedonisë, Ballkanit edhe në përgjithësi? Tash, çdo kush që bën biznes, e din që në biznes mund të paraqitet shumë probleme. Okej. Edhe teknike, edhe probleme tjera, e tash unë jam aty që ti minimalizoj këto probleme. Komunikim. Njerëzit thonë e kam gjetë produktin, vetëm se s'mund t'i besoj atij, ka dira mund në ndihmosh. Kjo është e para, domethënë, si në kontaktojnë klientët. Okej. E dyta është, domethënë, unë se kam kompani edhe në Kinë, edhe në Hong Kong, poshtë edhe në Maqedoni, domethënë jemi kompani serioze. Edhe kur baj marrëveshje unë si kompani kineze me atë Ti e garantë. Po. domethënë ne jemi ndër ligjet e Republikës Popullore të Kinës. Okej. Edhe atë ligje domethënë me të vërtet edhe respektohen, edhe njerëzit nuk guxojnë bëjnë diçka kundër ligj. Po, se pastaj Për gabik. Po. Ne për shembull që marrëm nga kompania këtu në Tetov, lejta mall, o bë një problem, ku do shkojnë gjyq? Tetov. Do shkojnë 20 vjet gjyqi. Po. A kuptoj? Rrigjigim. Se në biznes kosta e më e madhe është koha. Okej. Nëse ti ke probleme kohën, kot pas 20 viteve merr edhe 10 kishin asaj, e ke hupti edhe kohën, Po. edhe kapitalin. Ko është para me gjitha. Patjetër. Përveç asaj ne i gjejmë edhe çmimet më konkurruese. Okej. Çmimet konkurruese aq që klientët edhe çuditen, edhe kam dëgjuar disa raste. Folet të top, kanë thënë edhe shpejt, edhe lirë ka gjetë. Tash me sot kemi 2 kote njëra, pastaj unë do të vazhdoj me punën atje. Sourcing bëjmë, kemi magazinat tona në Kinë, i jasim mallra, do të thënë, bin magazin, i kontrollojmë mallrat. Ajo në çato. Hapim, do të thënë, të gjitha, më patjetër, çdo seri 1 deri në 3 kutje hapet, që të kontrollojnë është sakt. Jo që të vinë surprizë këtu klientit tonë. Po. Pas asaj e bim kontenjerin në magazin, e ngarkojmë mallin atje, edhe e nisim për në Selanik, Greqi, apo në Durrës, Shqipëri. Të porti. Po, edhe për aty ne marrim kontenjerin, e bim deri te dera e klientit, në Tetov, në Strug, në Kosovë, Shqipëri, çdo ku kemi klient. Po ashtu edhe në Kroaci, Zvicër, shqiptarët në Zvicër, në Gjermani na ka kontaktu. Kështu që kemi një bashkëpunim të mirë. E them këtë me plot besim se tash një herë do blesh diçka për një dyqan, apo. Po. Çka është ajo që të çon për herë të dytë shkosh te ai dyqan? Besimi. Besimi, shërbimi i mirë, Po. çmimi, Po. kështu që tash e kam marrë atë feedbackun nga klientët, e kërkojnë kontenjerin e dytë. Kam klient që e kanë marrë kontenjerin e 10 e 11, do të thënë ka një vazhdimsi, kështu që kjo është rezultati më i mirë mo edhe që më gëzon më shumë. Nëse unë e gjej, ta bëjmë tash një role play. Nëse unë e gjej një maqinë që më duhet për punë, çfarë do lloj
pune, kontaktoj ty, edhe për ati momenti sa kohë duhet që të bëhet pagesa, transporti edhe nisje puna me makinë. Kjo është pyetja më e rëndësishme se gjithë shpejtojnë, e ne? Tash pasi të arrije pagesat e ne, së pari marrim depozit. Okej, ka pa. Ka parë, po. Po. Edhe japim ka parë, nëse ka kohë prodhimi, të është iku 15 deri 20 ditë. Nëse nuk ka, do me thonë, malli më njerë niset nga e supplierja që fabrika, Po. deri në Selanik shkon dikoni 40 deri 45 ditë. Okej, transport. Varësisht Mani. ka 1 deri 3 ditë shkon prej nga Selaniku apo Dorsi deri në Maqedoni Shkup apo në Tetov për Dogan. Okej. Do me thënë totali nuk shkon diku mbi 50. Do thonë ju e keni edhe obligimin e doganimit në Maqedoni. Po ashtu e bëjmë, do me thënë është zgjidhja e klientit. Po. Kemi kompani këtu, mund t'i bëjmë shërbim edhe pastaj që fakturojmë klientin që mos merret deri çdo doganat e. Nuk është ta presin shtëpi. Po. Okej. Nëse jo klienti, do me thonë, e gjen shpediterin e vet, edhe vetëm e merr, do me thënë, kontenjerin në dogan. Do thonë 50 ditë janë maksimum. Esh. 60 çet për 60. Relevante po. Po. Do thonë plus minus 60 me ditët e punës, me ditët e jo punës. Do thonë 60 ditë unë nëse duhet nisi biznes, nëpërmjet teje e nisi biznes. Po. Prandaj ndërkohë duhet të bëj gati fabrikën ato të tjera, krejt që ta shtim makinën. Nuk është një periudhë e gjatë. Besoj. Është zgjat pak koha, sepse është tash Po. gjendja aktuale e botës nuk është edhe aq mirë. Kështu që mund të ketë ndryshime, më para ka qenë diku 1 muaj. Okej. Tash është gjatë, do me thënë 2 javë. E çmimi i transportit. Tregom ma varion çmimi? Varion. Do thonë ti nuk e di, të më thush mu për qatë makinën duhet transport 1.000 euro, shembull. Po nuk e di prej në start, apo? E sheh prej Tash çmime ku bazohesh. ti, ajo është një bers. Okej. Kush ka bers stok sa e din këtë punë. Do me thënë, çmimet e kontenjerave bëhen update çdo 15 ditë. Okej. Do me thënë nga 1 janari deri me 15 janar, do me thënë ka një çmim. Që sot e presim apo nesër do bëhen update ato çmimet e reja. Presit një zbritje e çmimeve tash. Do me thënë një kontenjer që nisëm para 2 muaj ishte diku $2.000, Okej. njeri mat. Sot është diku $5.000. Do thonë Tash 120%. 3.800 deri në $4.200. A ja vlen tregtia makinën? Po s'kinës me këtë. Okej. Tash gjithë bota vjen kinë. U kur jam atje me klient ose vizitoj në një fabrikë, e thar kam njoft njerëz prej gjithë botës. Apo brenda tash kam shoqëri në Butan. Po. Që se disha unë e kuar, te Butan. Si duke nisëm nga unë. Do me thënë gjithë bota vjen kinë, edhe me të vërtet që ajo që e bën vjen kinë është se janë dëshpëruar nga partnerët, ish partnerët që kam pas Në përbot. në përbot. Do me thënë me të vërtet e thot të i dërgoj mallin A, e dërgon mallin B. Okej. E thot të përmirësojmë herën tjetër. Kjo i kushton dikujt. Po, Edhe i kushton njerëzve tonë këtu. pare, pritje, nervoz, krejt. Biznes. Po. Jo, shumë kushton. Edhe ma i keqja se ta merr motivim. Jo, edhe ti e një tërmarrës që ke fillu, sa po ke fillu. Po. Edhe tash ti gjithat mund, gjithat të tholla që i ke mbledh, i shtish në biznes, edhe në fund ditës ti e presish për hapish kontenjerin, nuk është ajo mall që e ke ti. E parazitën në imagjinë për qumshtin, parazitën në imagjinë për qumshtin del për mishin, edhe ti s'ke çka bo. Nuk është edhe ashtu. Do e ndrojsh biznesin do vesh për mish. Ti e presish për qumshtin, Po. ajo ta vin për qumshtin pa laktoz, po diçka që Po. nuk shkon t'lene. Okej. I sferës, ama ka një gabim teknik që bën ti që mos që si shqitje edhe rritje të biznesit gradualisht. Okej. Okej, shumë mirë. Planet personale për 5 vjet të ardhshme të cilat janë? Tash sa për pash malin share dhe pak vesh një inspirim, e di, s'ka si mali share, as në Tokyo isha qeta jo mali papshëm, Okej. nuk ka. Tash me të kjo është pje që $1 milion. ma shumë bilet. Tash, për ta pa të ardhme, në gjithmonë them duhet të shkojmë pas. Okej. Të starojmë historinë tonë, prej ardhje to. Tash unë e shoh
Kur shkova në Kinë, ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme. Domethënë, unë them fillova jo nga zero, po nga minus. Okej. E pastaj si e mësova gjuhën, bëra një shoqëri atje, një network. Dhe pas asaj domethënë unë e shoh veten pas 2 vite gjys, 3 vite dhe ku kam brit. E thash nëse marrim këtë gradualisht na presin shumë gjëra të mira, po unë gjithmonë fokusin e kam në vendlinje. Okej. Domethënë nëse nuk kontribuojmë për vendin tonë, që të vendit ecë përpara nuk kemi bërë kur gjë. Unë domethënë edhe atje puna që e bëj për mirën e njerëzve këtu. Po. Në Maqedoni edhe në rajon, për shqiptarët e vendit. Se kot, do shkoj unë aty Kinë, a nuk ka njerëz ki? Po. Do vaj diçka të mirë Kinë, ata nuk ka njerëz tjerë. Do thënë gjithë mendoj se veprat tash kemi pa oportunitet jashtë, atë duhet ta sjellim këtu. E tash për 5 vjet ne besoj që do kemi investime nga Kina. Veç se kemi bërë 2 takime në Maqedoni dhe kemi marrë shumë dhe feedback bukur, pozitiv. Po ashtu edhe planifikoj fabrikët time, ta kem këtu. Biznesi i forcingit kjo që middleman të vazhdoj. Okej. Kemi aktivitete kulturore, tash për e parë ekskluzivisht ta them këtu. Domethënë kemi porosit disa piano për shkollat fillore, Okej. që do i japim falas ka kompania ime edhe një kompani partner që e kemi nga Shkupi. Domethënë edhe unë kam qenë student dhënës në bankat e shkollës Istikbal. Domethënë do të jepni falas. Falas. Bravos. Allahu koft. Përmend edhe partnerin për Shkupi se ja vlen. Ja vlen. Elektronik, Okej. ato ti përmendi. Fala. Allahu dorën vaja. Allah. Edhe një thash tha ka desh, nuk është problem me cigare, hiç tha nuk është problem, tha meni armere, as nuk pyeti çmim as kurrë. Okej. E tash, edhe për të bërë diçka të mirë nuk duhet presim ne të bëjmë milionera, multimilionera. Po, mund të hap pas hapi. Tash sa mundesh. Çfarë do kushtoj të bish diçka, ide dhe atë punë e ka. Tash sot mundim gradualisht të rritim edhe atë mirën që mund ta bëjmë. Kjo përgjegjësi sociale ndaj popullit që e rrit. Planet me tregove ndonjë tregim interesant me kines atje, okay? Plot. Cila ta tregoj të shumë. Them diçka, harç ka kampanje interesante kines. Shiftin tash atje ka kampanje njerëz që rrjedhojnë nga kultura shumë të lashtë. Okej. Do e thënë, merë aty, ne që i kemi mafër, e di më shumë nga Turqia, do thënë nga Rusia, edhe nga India, ka Anglia. Do thënë, kultura jonë ngjason me ato të kines. Okej. Me të vërtet ngjason shumë. Kam pa disa gjëra, do thënë sires për krem peq, mik pritja. Orizin e keni përballë. Orizin e kemi me të vërtet edhe ne kemi oriz shumë këtu në Maqedoni. Por ama e diçka është më e dimshme. Ne kemi hub. Okej, ato e vazhdojnë. Ne jemi hub diku mes traditës edhe postmodernizmit. Okej. Do të thënë ne kemi hupat esencën e jetës. Do të thënë ne duhet të bëjmë gjërat pas traditës, po qefet pas postmodern. Po, normal. Edhe këtu në mes jemi hub. Kurse kinezët, do të thënë gjitha gjërat që i bëjnë, bazë marrin traditën. Okej. Po. Mandarinën e kem mësu krejt. Me u entja. A u shajte? Dhe jo. Ja, ato e nesi kam mësu se është pak problem, që çdo fjalë ngjan me qetë. Okej. Edhe mos të thash zoti gabojsh në një moment kyç, jo edhe ato. Për kur i tregova një shokut familjarit se jam taku me ty, edhe më tha, kjo është një feedback për njerëzve për mënyrën se si i shohën kinezët. Tha unë kam vendos deri tash se kret kinezët vetëm i kinez kalojnë me një pasaport. Edhe tregon ti si i dallon vetë. Shif, ditën e parë ta tregoj, shkova që në fakultet, tash unë njoftova me atë përgjegjësen. Okej. Ose unë njoftoj me profesoreshën, edhe më njoftoj me një shoqe klase aq. Okej. Edhe të nesër më nuk kur shkova nuk e disha kush se cila është. Me cilin ke po. Me të vërtet, e them sinqerisht. Çka? Por ama me të vërtet dollën shumë. Edhe pasi që mësova gjuhën ta shitëm muhabet bana vardhën një të mira me kinez. E di çka më tha? E i tha shumë gjajni.
Thash unë mendova që bën një lloj shaka. Po ne të bardhit, a? Po, ne të bardh. E thash kur e marrë shpejt vështirë, shikosh dy njerëz nga Tetova, nga Prishtina, nga Tirana, nuk kanë ndonjë dallim të madh. Për ata. Okej. Dhe thënë, të gjitha të fizionomin e kemi gati se qati. Inshallah, ashtu është si vjen ato. Se nuk kemi pa ne, kemi pa Jackie Chan-in. Nuk kemi pa shumë njerëz të famshëm nga Kina. Tregon si vozitet atje, më tregove Steve City-n e kanë, po si vozitet, domethënë a ti si shofer i sigurt se nuk të bije dikush të hije kështu. Shifta që ato ndodhin, gjitha jo popullsion është shumë pak me përqindje. Nëse më rrë rasim vendin tonë, rajonin, me Kinën, përqindja e tjere gjërave shumë më ullët. E tash ati çka ka vetura e dhe që kushton 7.000 euro. Okej, vetë vozit, po. Po, vetëm e aktivizosh atë sistemin e vozitjes, edhe i vozitën vetë. Edhe kjo është një, nuk dhe të marrish atë paket më të shtrenjtë që ta ketë kjo. Kjo e ka e Bazik. që e ka këtë opcion. E tash me të vërtet nga konvena shumë, që ndos top me telefonata, me mesazhe, me ndjeqje kontinjera, me klient. Dhe kur vozitja atje me të vërtet ndihmosh. Nuk në self-drive ti e vazhdon punë. Me voice control i thush navigacionit, për shembull Shkoda, shpresojmë që edhe Shkoda ta vjerë këtë opcion. Okej. Edhe i thush Shkoda, nisëll për në Shkup, Okej. ku në Shkup, të për të thush në një atje Po. institut. Edhe ajo vetëm fillon prit. Shoh E konfirmojsh? e konfirmosh edhe këto opcione, me thënë, ta vëllëtit e vetë apo jo. Edhe ajo prej këtu, do me thënë, self-drive shkon deri në Shkup. Okej. Me të vërtet është diçka fanta e jo e pa besueshme. Edhe në shpejtësiat e nëntë e kam provu. Edhe e kemi pagat shpejtësin e du. Edhe në të farim Do të thonë ti e në gjithë kohës në dorë të xhelit. ma sigur se Okej. shumë mirë. Do të Po thonë statistikave njeriu gabon. një emisionin e radhës në The One Kane me self-driving vetur. Vesh një kusht e kam tjetë prej markës e Volkswagen. Se e kemi sponsor në emision, edhe do të bëjmë atje, shpresoj se të vëzitje më mirë se unë. Ti sa thaj Volkswagen, ta shumë mendova ku do të gjej Volkswagen e atje. Është pak rahat. E marri me qira. Po, ma prap Volkswagen atje shitet mirë me miliona. Edhe Po. në përqindje shumë e ulët me miliona shitet atje. E tash se jemi në veturë edhe temë shumë mirë e kënë qetë mu, shumë pëlqen kjo lloj emisioni që e ban ti. Nder. E tash tregoj diçka Po, pasi atje. gatje. Do me thanë, sa ulesh masazhin e ke, dhe mirë grohet, Pet. atë ftofjen e ke si paket standard. Do me thanë, derën vetëm mjafton një herë ta hapish këtë krahun edhe dera hapet vetë. Okej. Pastaj ka, do me thënë, vetura që fillojnë nga 20.000 euro, kanë minimum 14 senzora. Ledar senzora për parking, do me thënë, ajo e banë që e perfeksionon mënyrën e self-drive-it. Rresh asaj, Do ta lecon jetën. ka edhe dizajne minimaliste edhe dizajne më klasike, por ama pas një kohë, do me thënë tash unë vetëm me veturën folin në gjuhën kinez. Okej. Them fshjava i tonë shveda ka janë mu, edhe ajo e aktivizon këtë komand që e pash. Okej. A çka thot? Fshjava i tonë këshia aktivizojë masazh. Okej. Pastaj nëse janë vetë ka senzore aktivizon masazhin të unë, pyeten ati aktivizoj edhe ulse tjera. Tash atje unë për ditë të e përdojsh tash të vjen diçka interesant, çka të bëj, çka s'ka këtu. Do me thënë, ai është në fest. Jo. Tregoj gjërat më elementare atje, po tash këtu s'ka. Kur hysh në fest, apo shkosh nga ana e mëj. Po. E tash këtu ka një njësë që prillet dhe ty të më stabil. Do me thënë, pa më varësisht sa është ku që Ja. ti do me thëmë në rishë stabil. Dhe kjo e rritën atë përshqimin e fokusit në rrugë. Nuk ka si të ndër këtë që vëzit. E tash çka ka tash është një kompani e famshme Xpeng, Okej. Xiaopeng, dhe gjuhën kineze. Tash ajo ka bë vetura shumë futuristike. Do me thënë, nga veturë del një dron. Okej. Do me thënë tash për Çka të drona, lidhje flutron. Tash për shembull u ndal në rruga këtu, ne shpejtoj. Ne parkojsh veturën vetëm del nga bagazhi droni,
hypim dronet dhe vazhdojmë ku do të shkojmë. Kjo pritet që vitin e ardhshëm të dalin në prodhim. Do të thënë njerëzit do mund të blejnë deri në fund të vitit të ardhshëm. Well, Unë e kam pa vonë që edhe së vjen interesant, a më me vështet ka pastaj e kam përmendur kafe. Do të thënë që jeta shumë dinamike edhe nuk ka kohë. Edhe unë shpesh edhe pse kemi atë aparatin e kafes në zyrë, unë jetë porositin nga jashtë. Do të thënë ka shërbim që atë kafen ta bim me dronë. Benhar, diçka të mirë që ka të jap një ide për biznes edhe bëjmë konsultime për ide për biznes. Nash këtu do jap falas një ide për biznes. Jesha në spitalin klinik shtetëror në Shkup. okay. 26 minuta s'u kanë gjetë parking. Në qendrën klinike në Tereza. Po. Pas ke pas fat se 26 minuta s'ke. 15 minuta brenda spitalit që ka palas, sa dalun, s'u gjeta vend për parkim. Do të thënë, s'u gjeta vend prapse paguajta, sepse nuk kishte vend. Edhe tu kërku vend, pastaj dola jashtë edhe jashtë nuk ka. Çka është kjo që kam parkim? Mund të organizohet disa gjemtri, të hapi një kompani gjithë legale këtu. Për shembull 5 veta. Edhe tash do kenë brendin e vet, do i veshin ato teshat që do bija si. Tash për shembull në atë moment, pas 5 minutave më do të hyjnë në spital apo. Okay. Se i ke galet e veta. S'u gjetë parking, çka do Banë bëj shërbimin. Ato e bëjnë një shërbim të tillë, do të thënë ti e japësh çelsin atyre. Do të ketë aplikacion vetëm e skanosh, ta dish se ku. E japësh çelsin atyre edhe ai e merr me kamerë si GoPro-ja jote. Që ta shohësh që nuk e dëmton apo nuk prekan diçka te vetora jot. Okay. Do të thënë sigurinë e kemi. Shërbimin e kemi sa i e merr edhe e çon në vend parkimin më të afërt. Se ka vende parkimi shtetërore, por edhe vetë është diku te sa e pash 500 deri në 1 kilometër, 500 metër larg. E tash e çon atje. Pastaj prapë fet te vendi punës. Merr vetura tjera. Tash unë para se me dal, vetëm disa minuta para se me dal, aplikacioni është tipi do të thënë, e bëj pagesën. Po. Edhe shërbejtëm ma kthe veturën ku e ke marrë, do me thënë të hyjmë e spitalit. Edhe automatikisht ai ta bie veturën te dera e spitalit. Do me thënë ti çka ke këtu, vetëm për një shërbim kaq mirë pagosh një shumë të vogël, por ama fitosh Rati janë mbi gjitha. son hysh në spital. Vetëm aty te hyrja e spitalit do të presim 15 apo 20 persona rend që të hyjnë në spital. Edhe kjo është diçka absurde në Qinë. Kam shkuar atje spital në Qinë, do të thënë bana një magnet rezonancë. Se kam qenë sportist, tash e ndi shoh ato Dera televizor, më duhet rrotës. Edhe komplet do të thënë procedura ta bëjsh magnet rezonancë, shkon nga gjysor deri te stepë. Edhe sa kushton? 200 renminbi, diku të them 32-35 euro. Okay. Do të thënë së pari hysh aty, kur hapit atë dosjen pagush 1 euro gjys, bashkë është e mjeku shiqon thot bëhet bëhet magnet rezonancë. Me njerë, nuk ke rënët, do të thënë gjithë është mënyrë elektronik, do marrësh letër. Ato e prodhojnë vetë ato makina, domethënë për atë ka dhe gjithkohës ka lira. Nuk është mirë, ka sistem shtetëror. Do të thënë spitali është diçka më elementare. Në dhe kanë shpik sistem. Kanë sistem, e di fund Për çdo gjë. kush e bën punën e vet. Do të ne më shumë përzien te puna e tjetër ku. Se sa ta bëj punën e vet. Edhe shumë faleminderit për kohën. Ishte e kënaqësi të të kem në emision edhe që ndajmë një botë tjetër shikuesve. Gjithashtu faleminderit, ishte kënaqësi për mu të marr pjesë. Emisionin e radhës e bëjmë në Qinë. Cilën qytet? Ku dush? Ti ku je? Në aeroplan shkojmë. Dhe Guangzhou e bëjmë, në Shanghai e bëjmë është e bukur. më bukur po është. Sa ti edhe. Kur do që t'jetë? Shumë për gjithë randa i bëjmë. Këtë është randa gjithë. Shumë faleminderit edhe ne jashtë. Kënaqësi. Ky emision mundësohet nga